Adrus të basketbolit, kthehemi përsëri në palestrën Minatorin, ndeshja e parë e qerek finalës së parë të Kupës së Kosovës 2026 mes të Trepçës dhe Golden Eagle-it 51-47, një pjesë e parë fantastike, po shihni rezultatin sipas qerekëve, nga 2 pikë plus për Trepçën në secilin qerek në total plus 4, ishte në qerekun e parë 8 pike përsi. Trepça pas asaj serie prej 3 tresheve rresht Henrit Hasbrukut dhe të Mushiqit, mirë po fal Trevon Allenit, u rikthyen në vetëm 2 pikë më pas në qerekun e dytë, pra në fund të pjesës së parë shkoi deri në 10 pike përsi. Rezultati ishte 46 me 36 për Trepçën, kur kishin mbetur më pak se 4 minuta lojë, më saktësisht 3:53 pas atyre 2 gjuajtjeve të lira të Mustafa Hamzillit. Mirë po në ato qaste në skendoli tandemi Gzim Morina dhe Scott Bamforti me 9 pik me një seri prej 9-2. Gzimi realizoi 4, Bamforti 5 pik për ta dërguar këtë ndeshje në pushim me 4 pik e përsi për Trepçën. Trepça pati i pati edhe statistikat e ndeshjes, pati një dominim në kërcime, 4 kërcime më shumë, 19 me 15. Mirë po ka dominu absolutisht sa i përket asistime, me të vërtet një bashkëpunim fantastik në mes të Sek Henrit dhe Kenny Hasbrukut, të cilët ishim fenomenal. Henry 12 pik e 6 asistime, lojtari kryesori i Trepçës. Mikalet Mushiqi po e shihni në ekranet juaja, po ashtu 12 pik, 3 asistime, 2 topa të vjedhur. Megjithatë Sek Henry përveç 12 pikve e 6 kërcimeve, 6 asistimeve, falni, i pati edhe 3 topa të vjedhur, e këte tandem e kompletoi Sean Jones, treshën e Trepçës me pik 2 shifrore, 11 pik, 6 kërcime, i pati Sean Jones natyrisht, tash Hasbruku me 8 pik, 3 asistime, 4 kërcime, një peshë e parë fenomenale. E në anën tjetër, pa dyshim, Trevon Allen me 11 pikët e ti ishte i jashtëzakonshëm. Në qerekun e dytë nuk realizoi asnjë pikë, të gjitha 11 pikët ishte në pjesën e parë. Ja të Mushiqi atje përshëndetet me Scott Bamfortin, kanë luajtur së bashku në përfaqësuesën e Kosovës, në kohën kur Bamforti ishte pjesë e Kosovës, amerikano-kosovari i cili vjen debuton në Superligën tonë tek Golden Eagle-i. Drilon Hajrizi po luan, por e morëm informatën që me të vërtet Driloni Menzi po hec me këmbën e tij, e ka këmbën e ajur të majtën prapa, si duket si pasojë ushtrimeve në palestrën, pasi palestra Minatori ishte e zën, opa në thellësi për mrek, sa bukur atje, mirë po, huqi atë që është më vështirë të huqet se sa të shënohet Lisi, e lëshoj rastin që të realizon pikët e ti të para. Driloni në tentimin e ti për treshe mbetet i pasak kësaj radhe. Trevon Allen u blokua atje nga Hasbruk. Scott përsëri e bën atë që e bëri edhe në fund të pjesës së parë. Anton Scotti, 51 me 49, afron rezultatin në 2. Driloni në stilin e ti Bamforti atje, opa, ishte i shtyr atje, sa bukur për mrekulli, me kthim, por kësaj radhe është Dardan Kapiti ai i cili gabon, parës ishte Lisi. Trevon Allen për moja e bën vetën, Gzim Morina nuk cej fare aty, vetëm e dëboj topin për të barazu rezultatin në 51 me 51. Ishte më i shpejt se të Mushiqi, për pak sa nuk e blokoj Mikaile, ish bashkëlojtarin e tij të ylli. Mikaile përgjigjet me tentim për 3 pik. Është kjo huqja e dytë e Mikailes për 3. Lis Shoshi, sa bukur përsëri në stilin e tij, me atë fellshin, me atë rrotullimin e tij. E një mini seri prej 6-0 për të rikthyer e përsin pas një kohe të gjatë. Golden Eagle nga -4 në +2. 3 sulme të huqura.
Dhe Dardan Kapiti përgjigjet atje në brendi për mrekulli në asistim të Hasbrookut si Marina von Ohot. Dardani e barazon rezultatin në 53-53, ka dhe një gjuajtje të lirë. Pika e tretë e Dardanit. Pikën e vetme ka realizu në pjesën e parë nga vija gjuajtjeve të lira, ishte 2-1. Do të rishikohet situata. Ishte sfide trajnerit Adis Biçiragishit, kërkes për faul jo sportiv dhe ishte sfide suksesshme. Do të të shënimi pranohet. Gjuajtja në lire e huq, Dardan Kapiti dhe topi do të jetë anash për Trepçën, 53-53, personali jo sportive kapitenit të Golden Eagle Lullit, Gzimit Morinos. Mushiqi përballë ka Skotin, Triloni dhe Gzimi njëri përballë tjetrit. Henry, dy fishohet atje, mbrojtje e fuqishme, topi disputueshëm. Skot e kap këtë top e vjetë, këtë topi disputueshëm, kësaj radhe topi do të jetë i Golden Eagle Lullit, edhe njëherë. Edhe pse Scott thot atje, unë e kapa topin, i motivuar maksimalisht Anton Scott, playmakeri i Golden Eagle Lullit, Bamford, dy fishohet atje Bamforti, sa bukur i shmangët atje mbrojtjes. Mirë po edhe një herë e bën me të vërtet në stilin e tij karakteristik Anton Scott i mrekullueshëm, po i befason të gjithë, kur të gjithë po mendojnë se do të hynë me hap prapa atje, po realizon treshe Dardani e huqi këte alley hoop, ndërsa të Mushiqi shkakton personale, është kjo e treta e Mikailis. Nuk është treshe më fani, është dyshe pas ka shkelur vin Anton Scott, 53-55. Padrues të basketbollit, pra megjithatë është kjo e Scottit është treshe dhe mu duk që është treshe. Referët e rishikuan dhe vërtetuan se Scott megjithatë nuk e kishte shkelur vin, dhe se duhet t'i numrohet treshja Anton Scottit. 53-56, 12 pikë të tij. Tani është ai kryesori, Bamford 11 dhe Trevon Allen nga 11 pikë. Ufa, çfarë treshe tjetër nga Scott, i cili është super i nxehtë në këto çaste, i ka ndez turbinat e tij, e ka rregulluar snajperin dhe po bombardon pa mëshirë.
Anton Scott. Faul i gëzimit ndaj Drilonit. Duhet të ketë kujdes Zimi sepse ka një jo sportive. Nëse kësaj radhe nuk bëhet fal për jo sportive, do të jetë rivënje nga anash Hasbrook, pick and roll me Drilonin. Mirë po shifët që Driloni sa bukur atje, lufton Dardan Kapiti, shpëton Henry, tentim për 3 pik, dhe kësaj radhe e kap topin dhe e ruan atje Liz Shoshi. Bamford tenton për 3 pik. Aj. Nga -4 në 53-62. Çfarë rikthimi i Golden Eagle Yllit, fal 3 tresheve rresht. Më meritori për këtë pa dyshim se është Anton Scott me 2 treshet e tij të njëpasnjëshme. Ndërsa edhe një herë po e shihni 53-62. Shpërtheu në pjesën e dytë Anton Scotti i jashtëzakonshëm. Adhurues të basketbollit, në këto 4 minutat e para pra kemi një seri të hatashme të Golden Eagle Yllit, vetëm 2 pikë të realizuara të Trepçës, një seri prej 15-2 Golden Eagle Yllit, i cili udhëhiqet nga Anton Scott, edhe së fundmi është Scott Bamford ai i cili ju bashkua. Ja, edhe një herë ishte kjo treshe jo dyshe, e përmirësuan, i shkëlqyeshëm, i mrekullueshëm, fantastik është Anton Scott, 15 pikë të tij, 3 treshe, ati tani ju bashkua edhe Bamforti me një tjetër treshe, 3 bombardime të njëpasnjëshme, dum dhe nga -4 shkua në +9 e përsia më e lartë e Golden Eagle Yllit, 10 pikë e përsi më e larta e Trepçës. Tenton atje Batën Tuna, nuk përgjigjet, më i larti kush tjetër veç se Scott, po shkëlqen. Bamforti dalet në mënyrë të paliuar nga Kenny Hasbrook. Hasbrooku deri tash është kjo personalja e tretë edhe Hasbrookut. Ullet për të pushuar atje Tuna. Më falni, Kapiti. Trevon Allen, Scottin, i cili e kërkon topin. Trevon Allen tani depërton, është vetjak pak atje, nuk ishe lojtar tjerë, por ju shpagua 53-64 është kjo e përsia më e lartë e cilës do skuadër, +11. Vazhdon seria 17-2 e Yllit dhe vazhdojnë huqet e Trepçës derisa Jones nuk e ndërpren agjërimin për 55-64. Kërkojnë faul atje. Drilon Hajrizi për Hasbrookun, i cili nuk arrin të pengohet nga Gzimorina dhe tani një mini seri e shprejt për 5-0 për 58-64 nga 11 e afron rezultatin në 6 pikë Trepça. Qysh po shkon rezultatin me të vërtet fantastik, adhurues të basketbollit, her në një anë, her në anën tjetër. 53-64 ishte kur kishin mbetur 5-31 deri në fund të qerekut të tretë. Dalet në mënyrë të paliuar Scott. Anton Scott është ekzekutuesi më i mirë i Superligës së Kosovës.
gjuajtjeve të lira, besoni apo jo, në 7 ndeshjet e tij për Yllin nga 22 tentime deri sonte, 21 i ka shënu, që është 96% e efikasitetit. I hatashëm është Scott. Scott të huqur nga i. 58 me 66 i realizon të 2 gjuajtjet e lira Anton Scott, i cili luan tani mbrojtje ndaj Hasbrookut, i bën presion të hatashëm atje. E shtyen topin larg. Henry dhe Hasbrookun e mbajnë jashtë atje, fauli Scott Bamfortit. Dhe do të jetë ky fauli i dytë i tij, personalja e dytë e Bamfortit. Dhe fauli i tretë i Golden Eagle Yllit në çerekun e tretë. Të dyja skuadrat kanë tani nga 3 faula. Tuna shkon në kënd atje, në këndin e djathtë. Të shohim. Driloni e kërkon topin mirë, po nuk po e pason Hasbrook. Shkon topi për Henry, Bamford dhe Henry. Lëvizje bukur mashtruese Tuna. Depërtimi shpejt Hasbrook. E kthen atje topin. Prapa Batën Tunas, sa aksion fenomenal i Batën Tunas. Edhe njëherë shikoni se si depërtoj, një asistim i shpejt si raket jashtë e pa Hasbrookun, i cili e lansoj edhe një treshe të tij. Është kjo treshja e 4 e Hasbrookut, 50% efikasitet për 3 pik, 14 pik tani lojtari më efikas të Trepça, Kenneth Hasbrook. 4 treshe nga 8 tentime, e afron rezultatin nga -10 në 5 e përgjysmon e përsin e Golden Eagle Yllit. Kenneth Hasbrook, i cili përveç 14 pikve i ka dhe 2 katërshe, 4 kërcime, 4 asistime. Duhet përmendur adhurues të basketbollit pa tjetër se deri tash në këto 26 minuta loj, peshja e pare Trepçës ka realizuar në mënyrë të balansuar, me të vërtet fantastik. Hasbrook 14 pik, 13 Jones dhe nga 12 kanë Tmushici dhe Henry. Në anën tjetër tek Golden Eagle Ylli, nga peshja startuese, lider është kush tjetër veç Anton Scott, 17 pikë për tyre 3 treshe, Bamford 14 dhe Trevon Allen 13. Scott më efikasi, Morina dhe Drilon Hajrizi. Bamforti i shmangët Tunas, dribling fenomenal atje për Scottin, e pagabueshëm, i cili përgjigjet në treshe me treshe. Fantastik është Anton Scott, 61 me 69. 20 pikë të tij, është kjo treshja e 4 nga 6 tentime nga Anton Scott, i cili shkakton personale. Edhe njëherë, ja, e shtyen këtu, e mbërthen Anton Scotti, Sek Henry. Është kjo personalja e pare ti, nuk ka të lashe për lojtarin kryesor të Golden Eagle Yllit me 20 pik, prej tyre 4 treshe nga 6 tentime, i hatashëm. 3 kërcime e 3 topa të vjedhur nga Scott. Maqina e vërtet. Uso, bukur në thellësi. Drilon Hajrizi asiston, edhe pse po luan me të vërtet sakrificë e madhe Drilonit. Ta dini adhurues të basketbollit që edhe pse po e shihni Menzi është duke hec Driloni në prapa gjunit, e ka të ajur këmbën e majt, megjithatë ka sakrifiku, po luan asistoj për Sean Jonesin, 63 me 69, plus një gjuajtje e lirë pas një kohë të gjatë. Kemi pik të Sean Jonesit, 15 pik të ti, dhe kjo është pika e ti e 16.
për të afru përsëri rezultatin në 5. Tuna pran Trevon Allenit, ja Sean Jones pran Lis Shoshit, fauli Tunës. Fauli ishte më herët, nuk ishte aksion të deportimit. Batën Tuna, shkakton personalin e tij të 4. Nuk ka shënuar asnjë pik, e ka vetëm një asistim Batën Tuna, mirë po ka kryer punë të hatashme, punë të jashtëzakonshme, ato punë të cilat nuk shihen, bllokat, mbylljen e lojtarëve, ndihmën në mbrojtje. Basketbolli nga njëherë din të jetë loje pa falenderueshme, sepse i shikoni statistikat, sa pike, sa kërcime e sa asistime ka bërë, mirë po askush nuk i sheh ato punë të vështira. Dhe ja tani Burim Zekiqi do të futet në lojë dhe duart trokitje e publikut Mitrovicas e dojnë Burimin, i cili erdhi nga vllaznimi në Trepç, por po ka shumë pak minuta në lojë. Një lojtar kualitativ. Realizon Scott Bamford për 64 me 70. Është kjo pika e 15 e Bamfordit, 20 i ka Scott, 13 Trevon Allen. Edhe 3 minuta e 7 sekonda deri në fund të çerekut të tretë. Ja thirrjet Luni me zemër. Mushiqi për Johnson në postin e ulët atje. Hasbro! Prej nga tentoj atje. E po të hynte edhe kjo me të vërtet do ishte mrekulli, por nonën tjetër prej ati që më së paku pritni në këto qaste e i lënduan, lanson dhe bombën e qëllën. Lojtari me numër 12, Drilon Hajrizi, ka shkaktuar personale pas treshës, shkakton foul Driloni. Janë këto pikët e para të Drilonit, e treta e vërteta për te, pas 3 tentimeve. Erdhi treshja Drilonit, i cili ka dhe 3 asistime, 3 pike, 3 asistime për Drilonin. Zimi në qastet vendimtare. E huq gjuajtjen e lirë. Nuk i ndodh kjo shpesh Zimit, i cili ka një efikasitet prej 80% nga vija gjuajtjeve të lira. Të dytën e realizon 67 me 71. Tani Trepça e bëri atë që e bëri Golden Eagle Lylli para usa bukur Driloni, depërton, shënimi pranohet. 69 me 71. Çfarë çereku i tretë. Çfarë rikthimi pas asaj seris prej 17 me 2 dhe 11 pike përsi, ku rezultati ishte 53 me 64. Kemi një përgjigje, një seri prej 16 me 7. Bamford për bale ka Burim Zekiqin. Çfarë tentimi prej Bajgorës atje, e lansoj dhe treshën e shënoj Scott Bamford. Pa. 69 me 74, Scott Bamford, pika e 18, treshja e tretë e ti. Bëhet gati mu inkuadru Erion Kastrati dhe në qastet kur i duhet skuadrës më së shumti në skendel. Ujku i vjetër dhe ikona e basketbolit Mitrovicas, shikoni se si lufton Drilon Hajrizi, 71 me 74. I lënduar, po luan dhe po jep maksimumin. Trevon Allen lufton, nuk realizon. Mikajlet Mushiqi topin e merë. Shfaqje fantastike në start të vitit 2026 basketbolistik. Mushiqi depërton dhe rezultatin në 73 me 74 e afron. Nënën tjetër, Gzim Orina në asistim të Scott Bamfordit për 73 me 76. As kamera tonas po kanë shpejtësi për me përcel këte ritëm të jashtëzakonshëm. Mushiqi depërton dhe ndalet në mënyrë të palejuar nga Lis Shoshi. Pa, çfarë loje.
Faul i Lisit. Është kjo personalja e tretë e Lis Shoshit. Faul jo sportiv i tij. E realizon tentimin e parë Mikaile, 74 me 76. Me 76 apo jo, vetëm nuk kërcyen. Nuk ishte faul jo sportiv, kërkoi falje. Në anën tjetër, Scott, bukur atje, të gjithi mashtron, po në fund me këte pasim e mashtron dhe befason edhe Trevon Allenin dhe natyrisht atje po përshëndetën, ndodh kjo. 74 me 76, Hall nuk arrin që të inkuadrohet në lojë. Sekondat e fundit, Tmushishi 2 pike përsi për Golden Eagle Yllin, i cili kishte një përsi maksimale për 10 pikë. Mustafa Amzili tenton, nuk realizon, lufta vazhdon dhe i fundit luan Lis Shoshi. Sulmi ri 14 sekonda për Trepçën, 22.6 deri në fund të çerekut të tretë. Fantastik, çfarë loje jemi duke shiku. Driloni për Amzilin, Tmushic, Bamforti është pranë tij, Jonesi vjen në blok atje. Bamford, Jones tenton dhe treshën të vendi e dërgon për të rikthye përsinë e Trepçës, e cila ishte në minus prej 11 pikëve dhe çfarë rikthimi bëri Lis Shoshi. Kësi loje motis kemi po. Aj, në një anë Sean Jones, e në anën tjetër Messinjan, Messiren, Lis Shoshi. Mbeta pa fjalë. Çfarë loje? Trepça kishte, Golden Eagle Ylli kishte një plus prej 11 pikëve, kur kishin mbetur edhe 5 minuta e gjysmë deri në fund të çerekut të tretë. Dhe duke i falenderuar asaj treshës Sean Jonesit, kaloi në e përsi minimale 15 sekonda para se të përfundonte çereku i tretë, pra për 5 minuta e 15 sekonda. Trepça realizoi 24 pikë dhe i lejoi 12 Golden Eagle Yllit për të anuluar minusin prej 11 pikëve dhe kaluar në e përsi minimale me atreshën e Sean Jonesit. Mirë po, në sekundën e fundit, në asistimin e Anton Scottit, fantastik sonte, Lis Shoshi e lansoi dhe qëlloi treshën e tij të parë, 6 pikë të Lisit, i cili ka dhe 6 kërcime për t'i dërguar skuadrat në pushim mes të 2 çerekëve, të tretit dhe të katërtit, me 2+ për Golden Eagle Yllin. Çfarë rikthimi. Atë që ka bë Golden Eagle Yllin në 2 çerekët e parë, duke u kthyer në çerekun e parë nga -8 në 2 dhe nga -10 në 4, tani e bëri Trepça nga -11, u kthye në 2 pikë, me të vërtet një përballje e jashtëzakonshme në start të vitit 2026 basketbollistik, ashtu si ka ecë vjeshta në mënyrë spektakulare, po vazhdon edhe pranvera, nëse dimën është pak, po qashtu po i thojmë, Sean Jones i jashtëzakonshëm, po buzëqeshin atje, ishin bashkëtarët e Kosova, Sean Jones dhe Lis Shoshi, natyrisht. Një Bamford 18 pikë, Anton Scott 20 pikë dhe Trevon Allen 13 në anën tjetër, 19 pikë Jones. Më i miri te Trepça, Driloni me ato treshet, me atë sakrificën e tij. Edhe një treshe
nga Drilon Hajrizi, kum shon plaku, derdhe gjaku, me të vërtet, i lënduar, po luan gjitha duar trokitjet shkojnë për Drilonin. Halalikov. Nuk e ka letë, e ka këmbën e ajën, nuk e keni po në anën tjetër treshe e Skotit. Qka po shojmë sonte? Po këtë ndeshje ja vlen me reprizu, me përsërit edhe jo njëherë, po edhe 10 herë deri nesër mëngjes. 80-82. Pa. Tmushiqi pran Lisit e kthen topin kujt atje. Drejve në duar të Shalës. Në mënyrë të sigurt sonte është duke udhëhequr, e ka marrë timonin e skuadrës Endrit Elshani kundër ish mësuesit të tij Adis Beqiragiqit, faulli Mikailes. Kjo është i katërti, kjo është telashe dhe tani edhe vrejtje për teknike. Po, ishte aty kontaktu, nuk ka nevoj, e dim që është nervoz edhe luftarak shumë Mikaile, por rezikon edhe teknikën dhe përjashtimin. Bamford! Scott Bamford, 2 treshe pas Anton Scottit, Scotti tjetër, Scott Bamforti me 2 treshe rresht, përgjigjen atë treshen e Drilonit. Foul i Anton Scottit. Tremlet treshe të Trepqës nga 31 centime, 13 treshe dhe të Golden Eagle Lullit nga 24, se cila skuadrën nga 13 treshe, çfarë dy luftimi i snajperizve të dyja skuadrave. Moti. Këso ndeshje të bukur nuk kemi pa, Mikael Tmushiqi tenton, nuk realizon. Trevon Allen, ik shpejt në kundërsun, Bamford. Hasbruku është pranë ti. Bamforti dele anash, Scott tenton të tërhiqet. I krijon vetës hapësirë, nuk realizon dhe ishte ky faul i Amzilit ndaj Erion Kastratit. E shtyu nga prapa Erionin, personalja e dytë e Mustafa Amzilit. 5 pik plus për Golden Eagle Lullin, edhe 8 minuta e 7 sekunda deri në fund. Scott Bamford, Amzil është pranë ti. Një ndrim i gabueshëm i lojtarëve. Scott për Bamfordin, i cili përsëri tenton dhe treshën e 3 tresht e realizon. Çka po ndodh? Nuk po bjen shi nese, po bjen shi për nder në Kosovë, na myti shiu, po edhe sonte në minatori po bjen shi rrëbesh i tresheve. 88-80. Pa. Driloni e nisi me treshën e ti dhe e kaloi Trepqën në e përsi minimale prej 80 me 79. E më pas në skenë doli Scott me treshën e ti, edhe tash Bamforti, Scotti tjetër, pra Anton Scott e nisi, edhe Scott Bamford me 2 treshe resht e bitisi për të rikthyer plus 8 e përsi. Ja po ju lo me këto pamje, këto treshe të jashtëzakonshëm. Adhrues të basketbollit, kësi efikasiteti për 3 pik të dyja skuadrave në të njëjtën ndeshje, moti nuk e kemi pa. Pesëmbëdhjetë 3 piksha të Golden Eagle Lullit, 13 të Trepqës, të jashtëzakonshëm. 80-88, kanë betur më pak se 8 minuta lojë në këtë shfaqje të jashtëzakonshme basketbollistike, të cilën kur e shohim kësi basketbolli kemi qef që të mos përfundon kur. Çfarë shpirti luftarak nga Anton Scott, i cili thot Trevon Allenit merret i topin edhe udhëheqe. 24 pik Bamforti, 23 pik Anton Scott.
Bamforti 5 treshe edhe Skoti 5 treshe të dytë nga 8 tentime. Trevon Allen tani tenton, nuk realizon. Amzili kësaj radhe e kap topin para Erion Kastratit. Fauli Erion Kastratit ndaj Mikaelit Mushicit, dy ish bashkëlojtar edhe të Golden Eagle Ylli, edhe të Trepça, edhe të dytë pjesë të atyve periudhave historike dhe antologjike të dyja skuadrave. Sukseseve më të ndritshme të dyja këtyre klubeve, edhe Erioni edhe Mikaele, sonte njëri përballë tjetrit. Hasbrook dalet në mënyrë të palejuar nga Scott Bamford, është kjo personalja e tretë e Bamfortit. Amzili, fauli Erion Kastratit, lëvizje bukur mashtruese e Amzilit, e detyron Erion Kastratin që të shkakton personale. Trilioni vetmuar tenton, nuk realizon dhe Mustafa Amzili atje. Është lënduar si duket Erion Kastrati. Ufa, Mikaelit Mushici atje e ka goditur. Kjo goditje nuk është as pak e lehtë. Shpresojmë që nuk e ka thyer Briun, mund të lëndon dhe të thehen edhe Brit aty. Është edhe një goditje pije. I kërkon falje atje të Mushici, parës tash Erioni dhe Mikaelit Mushici ishin pjesë dy sukseseve historike, edhe të Ylli, edhe të Trepça, së bashku. Vetët i shtrir atje është duke ju dhënë ndihma Erionit. Loja vazhdon në këte anë 82 me 80. Trevon Allen deporton atje, por mbrojtje e mirë e mbyll korridorin Mustafa Amzili, cili edhe vjedh këte top kundër sulmi shpejt nga Hasbrook në anën tjetër për Mustafa Amzilin, i cili blokot nga Gzim Orina. Trilion Hajrizi. Luan Lis Shoshi i fundit, upa, aty edhe Lisi nuk po reagon, ishte Lisi cili luajti i fundit, e do boj topin. Trilioni kishte të drejtë që reagoj atje, Lisi edhe nuk bëri fjalë, edhe Xhelal Mumini e përmirëson me njëherë gabimin e tij, vendim i drejtë, topi shkon për Trepçën. Topin do të arrivën të Mushici për Hasbrookun, i cili pa pritur fare tenton, nuk realizon, por nga plani i dytë atje Trevon Allen, bukur për Bamfortin, i cili realizon pikët e 90 të Golden Eagle Yllit, 26 pikë të Scott Bamfortit, 4-4 për dyshe, krejt që ka gjujt ka qëllu, 5 treshe të ti nga 8 tentime, i hatashëm Bamfort, në këthimin e ti, në fakt debutimin e ti, ufa, e blokon atje Lis Shoshi, Mikaelen i cili tenton me përmirësu, Trevon Allen, deporton, dhe ndalet në mënyrë të palejuar atje. Dy gjuajtje të lira për Trevon Allenin, i cili ndalet nga Hasbrook. Është kjo personalja e pest e Kenneth Hasbrookut, duhet të largohet nga parketi. Burim Zekici do të rikthehet në loj, ndërsa po e shofim Brandon Hoffman sonte nuk po inkuadrohet në loj, ka të lashe me lëndim si duket edhe
Hafmani. Trevon Allen. Isak nga tentimi ti për 82-91. I menduar atje Adis Beqiragici. Edhe 5 minuta e 51 sekunda deri në fund të duelit të parë çerek final. Herën e dytë i pasakt më i larti në kërcim është Sean Jones, kërcimi ti i 8. I ka 19 pikë, lojtari kryesor i Trepçës, por padyshim Drilan Hajrizi është ai i cili bëri një rikthim fantastik dhe nga -11 e çoi deri në 1 pikë. Lufton atje Sean Jones me Liz Shoshin. Përbirohet, çfarë lufte të madhe, çfarë shpirti luftaraki Sean Jonesit nuk dorëzohet, ishte i 3 fishuar atje nga Bamforti. Liz Shoshi e Gzim Morina u përbirua, shënoj dhe u ndal në mënyrë të palejuar. Darius Hall do të inkuadrohet në lojë. E pam atje Erionin që është kthyer nga zhveshtorja mirë, po ka dhimbje, është duke mbajtur atje barkun dhe brinjët. Liz Shoshi largohet, Hall inkuadrohet në lojë. 85-91 Sean Jones i hatashëm. 22 pike, 8 kërcime nga Sean Jones. Darius Hall për Bamfortin, i cili tenton dhe huqja ati e parë për dyshe sonte Tmushiqi për Zekicin, i cili nuk gjuan. Tmushiqi depërton, deri në fund dhe mbi Hallin realizon rezultatin në 87-91 e afron. Çfarë loje? Pa. 82-91, rezultati shkoj përsëri në 9 pike përsi. Mirë po, një përgjigje e shpejt me një seri prej 5-0 e afron rezultatin përsëri në 4, kur ka mbetur edhe 5 minuta e 4 sekonda loj. 13 treshët të Trepçës nga 34 tentime, 15 treshët të Golden Eagle Yllit nga 28 tentime. Çfarë dueli snajperistave sonte. Nga këto 15 treshët të Yllit, 10 kanë ardhur nga Scott Bamford dhe Antown Scott, secili nga 5 treshe. Pra, 5 treshe të Bamfortit, i cili ka 26 pikë, dhe 5 treshe të Scottit, i cili ka 23, 14 pikë i ka Trevon Allen, i ka dhe 6 kërcime. Ka mbetur 11 pikë i kishte shënuar Trevon Allen në çerekun e parë. Në anën tjetër, 4 shës fantastike nga 5 startuesit të Trepçës, ku prin me 22 pikë Sean Jonesi, i cili ka tashmë double-double, 22 pikë dhe 10 kërcime, i ndihmuar nga 17 pikët e Tmushiqit që ka dhe 5 asistime, 14 pikë i ka Hasbrook, 12 Henry, i vetmi nga 5 startuese që nuk ka shënu pikë 2 shifrore është Amzilin, 9 pikë, ndërsa 10 pikë i ka shtu edhe Drilan Hajrizi. Ufa, sa bukur atje, por Hall atje tenton me ngulit, po Dardan Kapiti e pengon. Amzili për Tmushiqin, tani Kapiti, Hajrizi, Tmushiqi, Amzili dhe Zekici. Është pesha e Trepçës. Amzil me Scottin, topi shkon anën tjetër të Driloni, i cili depërton e ndalet në mënyrë të palejuar. Do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. Ja, atje derisa Driloni po bëhet gati për gjuajtje të lira. Adis Beqiragici është i paknaqur me lëvizjen e Mustafa Amzilit parës në sulm dhe u detyrua që t'ja shpjegoj edhe njëherë, t'ja vizatoj aksionin dhe si duhet të lëviz. Herën e parë ishte i pasakt
Drilon Hajrizi edhe herën e dytë nuk i ndodh kjo shpesh Drilonit, i cili është një prej ekzekutuesve më të mirë të gjuajtjeve të lira. Me 92% të Trepça. Scott deporton deri në fund e gjen Bamfortin e pa mundur. Treshja e 6 e Bamfortit, adhurues të basketbollit, 29 pikë të tij. Pa. Mikaelet Mushiqi tenton u përgjigj, nuk përgjigjet. Mbetet rezultati 87 me 94. Bamfort ja pse ka kërkuar me ngulm yll. Ofa, çfarë lëvizje mashtruese, tandemi Bamfort Scott po bombardon. Treshja e 17 e Golden Eagle Yllit nga 30 cm. Mushiqi tenton dhe përgjigjet. 87 me 97 ishte rezultati parës plus 10. Tani Mushiqi afron në 8. Bamfort nuk ngutet. 3 minuta e 13 deri në fund. Trevon Allen, kujt atje? Gabon Trevon Allen. Mushiqi, lëvizje bukur mashtruese, tenton me shku deri në fund pranë Scottit, ja vjedh topin Scott. Bamfort, Scott për Bamfortin, lëvizje bukur mashtruese. O, çfarë asistimi! Me piruet prapa shpinës, i çon hava Kapitin dhe Amzilin. Asiston për gëzimin, i cili e kthen e përsin në 10 pikë, 89 me 99. Mushiqi për Amzilin, faul është ky Scott Bamfortit. Është kjo personalja e 4 të lojtarit më të mirë sonte, MVP këtij dueli, nga 4 i kanë edhe Lis Shoshi, Gzim Orina edhe Erion Kastrati. 4 lojtar të Yllit me 4 personale. Time out ka kërkuar Adis Beqiragiqi kur ka mbetur edhe 2 minuta 33 sekonda loj, ndërsa Golden Eagle Ylli ka 10 pike përsi. Trepça dominoi në pjesën e parë, duke shkuar në qerekun e parë në plus 8, u afrua Ylli në 2, më pas në qerekun e dytë shkoi në 10 pikë, Ylli u afrua në 4. Ndërkohë në qerekun e tretë e patëm një seri fantastike të Golden Eagle Yllit prej 17 me 2. Shkoj në 11 pike përsi, mirë po, Mitrovicasit nuk u dorëzuan në fund e pam një dram të jashtëzakonshme në fund të qerekut të tretë, kur fillimisht Sean Jones nga minus 11 me treshën e tij e riktheu e përsin minimale të Trepçës në 77 me 76, por Lis Shoshi në asistim të Anton Scottit u përgjigj në sekondën e fundit me 3 pikësh për 77 me 79. E tani pas asaj treshët Trilonit në fillim të qerekut të 4 pasuan 3 bombardime rresht nga Scotti dhe 2 treshët të Bamfortit me cilat filluan serin. Aja tani në fund, në 2 minuta 33 sekondat e fundit, kemi 10 pike përsi përsëri e përsi 2 shifrore nga Ylli, cili ka 17 treshe të realizuara nga 30 tentime, në anën tjetër 13 treshe të shënuara nga 35 tentime të Trepça, një natë bombarduese. 30 treshe kanë realizu të 2 skuadrat sonte. E hatoshme. Mustafa Amzili realizon të 2 gjuajtjet e lira për të afru rezultatin në 91 me 99. Sean Jones, double-double, lojtari më i mirë, 22 piki ka e 10 kërcime Sean Jonesi. Të Trepça, Hall, lufton atje, përbirohet, mbrojtje mirët Mushiqit, ik për para në kundërsulm, dhe shënimi pranohet,
Edhe njëherë, Dardan Kapiti. 93-99 kërkon edhe faul atje Adis Beqiragiqi. Kemi hyrë në 2 minutat e fundit. Scott deporton derën në fund, tenton me pasu, pengohet pak, por Scott Bamford atje ndaljet nga Drilon Hajrizi. Personalja vetëm e dytë e Drilonit, 10 pikë, 3 asistimet të Drilon Hajrizit, i cili sonte me të vërtet sakrifikoi shumë. 6 pikë përsi për Golden Eagle Yllin. E udhëhequr sonte nga Endrit Elshani, fenomenal. Tentim për treshe, kësaj radhe nuk realizon Scott. Mbetet i shkurtër. Bamford i ka 4 personale. Scott Bamfordit, Mushiqi për Drilonin, Trevon Allen, një mismatch atje, Dardan Kapiti në Trevon Allenin, topi shkon për Mustafa Hamzilin, fauli Scott Bamfordit dhe kjo është personalja e 5 e ti dhe duhet të largohet Edin edhe Bamfordi. 29 pikë, 3 kërcime, 3 asistime, 6 treshe të Scott Bamfordit, i jashtëzakonshëm. Ja, atje po e shofim edhe pse i shkaktoi 5 personale me përvojën e tij, 37 vjeçari i cili ka luajtur në Spanjë, Itali e Francë. E këshillon atje Anton Scottin se çka të bën. 95 me 99. Largohet me 5 personale, më i miri në parket sonte Scott Bamford, ish reprezentuesi i Kosovës, amerikano-kosovari. Scott e ka topin edhe Drilonin për para, dueli 2-12-sheve, Scott dhe Drilonin nga një pozitë e vështirë, e vazhdon 101 pikë të Yllit, 28 pikë të Scottit. Hamzili tenton, nuk ka treshe, Sean Jones dalet në mënyrë të paljuar, përshëndetet atje me Anton Scottin. Është kjo personalja e tretë e tij. Ufa, e ka goditur atje në shpinë. I kërkon falje dhe Scotti, përshëndeten, do të jenë 2 gjuajtje të lira për më të mirin të Trepçës sonte, ish reprezentuesin e Kosovës, Sean Jonesin, double i tij, 22 pike, 10 kërcime, i pagabueshëm është nga vija gjuajtjeve të lira sonte Sean Jones. 7-7 nga penalet, 23 pikë të tij, e afron rezultatin në 96 me 101. Edhe 41 sekonda deri në fund të kësaj ndeshje fantastike dhe dramatike. 97 me 101, 24 pikë të Sean Jonesit, i cili nuk di të huq nga vija gjuajtjeve të lira. 8-8 është nga penalet, 24 pikë, 10 kërcime të tij, e ky është Scott Bamfordi me 6 treshe, i jashtëzakonshëm reprezentuesi i Kosovës në debutimin e tij në Superligën e Kosovës. 14-10 nga loja adhurues të basketbollit. Me të vërtet, lirësh mund të themi se është transferi më i madh në basketbollin kosovar si vjet. Scott Bamford e arsyetoi këtë. 29 pikë të tij, 6 treshe. Mirë po, për krahu e ka dhe Anton Scottin, po ashtu edhe ai, 28 pikë, 6 treshe, 17 treshe të realizuara të Golden Eagle Yllit, në anën tjetër 13 Trepçës. Çfarë natë bombarduese, pe çfarë pozite tentoi mbi Drilon Hajrizin këtu dhe realizoi Scott.
57 nga 101 pikët e Golden Eagle Yllit I ka realizuar tandemi Bamford-Scott. Në anën tjetër, komplet peshja e par e Trepçës ka realizuar pikë dyshifrore dhe asaj ju ka bashkuar edhe Trilon Hajrizi, I cili me të vërtet sakrifikoj shumë sonte me këmbë të lënduar. Luajti Gzimorina I shmangët presingut, Erion Kastrati, Triloni është me njëherë atje pranë ti e ndalë në mënyrë të paljuar ish bashkëlojtarin e ti, Erion Kastrati, si vjet ka të lashëm ekzekutimin e gjuajtjeve të lira, vetëm 50% e efikasitetit ka Erioni. Herën e par e huq, ja Lovre Bashiq atje e përkrah jep moral Erionit, I cili herën e dytë realizon 102 me 97. Çfarë rezultati, çfarë natë bombarduesit Mushiqit dhe përton e huq, por Dardan Kapiti e përmirëson 99 me 102. Kemi hyrë në sekundat vendimtare të kësaj ndeshje fantastike dhe dramatike basketbolistike. 12 sekunda për këtë sulm. Trevon Allen I heshtur në pjesën e dytë. Allen dhe Hamzil. Allen tenton, nuk realizon. Lufton Anton Scott. Pa. Dhe Erion Kastrati nuk shënon mbyllët të ndeshja me fitoren e Golden Eagle Yllit 109 me 102. Dhe sonte nxënësi e mposhti mësuesin Endrit Elshani bëri punë të mrekullueshme. Me njerë po shkoj me intervistat e trajnerëve.